Përshëndetje dashur miq të Antena Televizion. Rikthehemi së bashku me emisionin Pa Emër për diskutuar një prej temave më të rëndësishme dhe që ka marrë vëmendjen kryesore të opinionit publik. Ditën e djeshme, kushtetuesja ka marrë një vendim pas një sër shtyrjes dhe një sër procesesh për të zgjatur vendimin 4-4. Por tashmë Belinda Balluku pezullohet. Çfarë do ndodhi më pas? Çfarë pritet ndodhi në kryeministri? Si do të veprojë zoti Rama? Çfarë do ndodhi me komisionin e mandateve? Dhe pse gjykata kushtetuese zgjodhi të ketë një zgjedhje 4-4, jo se ajo do induktohet nga qëndrimet tona, por a do të ishte më mirë të kishte një sqarim apo një vendimarrje shumë ndryshe? Këtë do diskutojmë fakt së bashku me kolegun tim Anri Bala për të ndarë disa këndvështrime. Çfarë do ndodh tashmë me Belinda Ballukun? Si do të veproj kryeministri Edi Rama krahashi Belinda Ballukut? A do të përdori një skem për ta mbrojtur? A do të përdori një skem për ta shitur? Pra në thonjza për ta shitur? Apo do të hapi luftë spakut? Këto janë disa prej tezave që ne do të diskutojmë fakt ditën e sotme. Ajo që ka bërë përshtypje është që zoti Berisha nuk e ka komunikuar apo nuk e ka komentuar dhe zëri se ka qenë e parëndësishme realisht se çfarë ka ndodhur me gjykatën kushtetuese. Më shumë është fokusuar ditën e sotme për të sulmuar ish funksionar të Partisë Demokratike, por nuk është përqendruar tek vendimi i gjykatës kushtetuese. Dhe çfarë pritet ndodh më pas? Këto do të jenë disa prej perspektiva në fakt dhe një prej perspektivave që do të diskutoj me Anrin do të jetë fakti që rënja e Belinda Ballukut, pra momenti i dobësisë Belinda Ballukut, a mund të ndodhi që SPAK godasi edhe djathtas, pa çfarë pritet ndodh në disa aspekte. Por para se të nisim fakt dashur miq, do të qëndrojmë tek pjesa e kushtetueses, çfarë do ndodhi me Ramën, çfarë do ndodhi me Belindën, dhe duket se mesazhet e para janë edhe nga rrjetet sociale të Partisë Socialiste në Fier kur kanë dalë në krah të zonjës Balluku. Anri, nëse e ke një opinion si e ke parë dje vendimin e kushtetueses dhe më pas të flasim mbi perspektivat e ndryshme. Dhe është e para fare që nisi, po të shikoj klima ishte i çik kështu si e tensionuar dje. Ishte dhe me re dhe shi dhe diell, e kupton. Se këtë re dhe shiut ka që nga tetori që nuk kanë pushuar, duke për më shumë e lidh me biznesin. Edhe që na duhet të ecim kamerë pas here, ka bë më të keq këtë vit, por ndoshta moti më i keq që ka ndodhur ka qenë për drejtësinë. Pse them për drejtësinë? Sepse jo më larg se dje, po ndiqja i çik disa qoftë gazetarë, qoftë politikanë, që në një formë apo një tjetër po bënin presion gjykatës kushtetuese. Dhe nuk ishte sulm. Se një sulm është tjetër gjë që ti e përmend ose e fut në si thua për ta diskutuar. Po di ishte presion i hapur. Në para ishte gazetarë që dini thonin që vendimi me Ballukun do jetë pozitiv, nëse do jetë pozitiv për Ballukun, janë marrë se atë që më falë, atë që nuk diskutojnë njerëzit thoshin vendimi do jetë pozitiv për Ballukun. Dhe nëse është dhe pozitiv, kemi përpara arrestime nga gjyqtarët e kushtetueses, në radhët e gjyqtarëve, sepse janë përgjuar në takime këto me sa njerëz të Ballukut edhe kështu. Tani, në rast se drejtësia do funksiononte në këtë vend, e para, se të flasim se s'funksionon drejtësia, një për dalë të Ballukun. Në rast se drejtësia do funksiononte, e para, këtë gazetarën që her pas here del bën shantazh në televizion, do merrte minimalisht ta pyeste. Nuk po them se ka një përgjegjësi tjetër penale përveç asaj që po do ta pyesë, ora ti zon nga e diti këtë. Kush janë personat, kush është takuar me kë, kush ka influencuar ku? Dhe ku janë për shembull indicjet që nëse ata do vendosnin pra Ballukut, pra kundër pezullimit nga sipas vendimit të gjykatës posaçme, që u kërkuan nga prokuroria posaçme,
mjafton që ta dim se ka e di kjo zonja që do janë përgjuar dhe do arrestoheshin këta. Tani, kjo zonja doli dje në televizor. Kjo prap Labani është. E kupton, Po tani s'do merrem me Labanin. Jo, se kam të Labani, jo, një sekundë. E di çfarë do më thuash, po Thelbi, nuk e kam të e di çfarë po më thua që Labani po kish përdoret. Ai më mos ta di, po zakonisht duke bërë punë e saj, e di se ca han dhe karremin të tipit që kështu do ndodhi dhe dalin dun, si këto tentojnë mi fel rendin për të bërë lajmin e parë, dhe bën gabim se hajnë karremin e atyre që duan t'i përdorin. të lajmi dytë. Jo të lajmi dytë, po Në kuptimin e sensit të lajmtarit të dytë. lajmtarit, Po në këtë sens se thash lajmi në dytë. qëllim, e kuptova, në qëllim. Pra zonja në fjalë, pra në vepra penale është konsumuar. Pra zonja ka pranuar në televizion se është konsumuar një vepër penale nga antarët e gjykatës kushtetuese. Pra dikush kanë tentuar të influencojë të ata dhe në dieni kjo dhe tani këto nga Afrika mos të arrestohen, kanë vendosur të 4-4, se është çik shaka se po e bëj si humor pak, a nuk. Jo, po do më po dëgjoj. Se nuk du të fusë të kjo pjesa e asaj. Jo më do ta shpjegoj unë se do them. Jo më desha me bëj një status, po thash. Se ti e di që unë do me thënë mes gazetarëve zgjedh që ti ke shumë të drejtë parim. Pra, Gjët një mikrofoni, thot. mikrofoni jot apo imi? Jeti Oçë. Ma se duhet ta ngresh pak më lart në mikrofoni. Vetëm nëse Pa arrit e njerë zërin. Rregull. bëjmë çek shumë. Rregull është. Në thelb, anë zgjosh, po mos nuk e ke mos nuk e ke hapur, po. Sa mirë. Ja dhe anëri që sap atë dhe pastaj thonë më presin fjalën këtu te antena. Ai nuk ndez vetë mikrofonin. Ja. E fillojmë dhe njërë nga e para. Të dashur njerëz, çka ka ndodhur dje? Kolegja ime, Anduena Labani Kajo. Po, Anduela, apo Anduena? Anduena. Që nuk dua ta bëj me faj për asnjë gjë, se është në drejtën e saj dhe në punën e saj. Ditën e djeshme ka pranuar dhe tani për sa kohë është gazetare e vjetër, ti rend që ti besosh edhe informacioneve që ka. Ditën e djeshme ka pranuar se antarët gjykatës kushtetuese janë takuar nga disa individ pra me pushtet për të influencuar për vendimin për pezullimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku, pra një person ka shkuar të influencojë ata që mos ta pezullojnë. Nëse do ndodhte kjo, thot zonja Labani, spak do ndërmerrte pa të mëtejshme që do arrestonte dhe disa nga antarët e gjykatës kushtetuese, që mendohet se ishin diku te 3 vetë. Tani për ta shpjeguar për publikun, ose të paktën asaj se si e kuptojmë ne, është se ka shkuar dikush të influencojë për vendimin për Ballukun. Dhe fakti që antarët e gjykatës kushtetuese kanë marrë një vendim që shkon për shtat ndoshta të vërtetës sipas pra këta ndruan mendje, e kishin ndryshe, po tani ishin kapur, e kishin ndryshe, tani ndruan mendje. Këtu vepra penale nuk është se pushon se ekzistuari, pra nuk është se është konsumuar. Pra, vepra parapenale është që një person përmes si thuash interesave, qoftë qeveritare apo jo nuk ka rëndësi, ka shkuar të influencoj vendimin e gjyqtarëve të kushtetueses. Kjo është e para një korrupsion. E dyta, antarët e gjykatës kushtetuese minimalisht shkojnë të gjithë për mos kallëzi krimi, pra që kanë takuar të personin i cili ka tentuar ose ka ofruar diçka ose nuk e ka ofruar diçka, i ka kërkuar një favor për të dhënë një vendim kundër asaj që mendojnë ata, që ka qenë i drejtë. Tani, unë jam, nëse në këtë koncept, për shumë, nëse do funksiononte drejtësia në këtë vend, për shumë i drejtësi normale, e di pse e kam, sepse do të kërkojnë shumë ndjes o Ermal, po e di ku e kam, se kur dalë në televizor,
më thonë, nuk është sulm ky ndaj. Unë bëj koment. Më thonë, nuk është ky sulm Po, ndaj. unë kuptoj mbi çfarë premisa Jo, ke se atë. kisha atë ajo. Nuk e kam për veten time se mbi më pyetën herën e premisat. fundit, nuk është ky sulm ndaj Zbarit, thash ta morin si duni, thash nuk do t'ja di fare. Me që ju duket sulm, thash, po nuk është sulm. Sepse një gazetar, pra unë jam munduar deri tani, jam nisur mbi produkt ose fakte. Pra, ka vendosur gjykata kushtetuese diçka, e kam komentuar mbrapa se më takon. Ose kam dhënë një mendim për çështje të caktuara, por nuk kam thënë që po e kapën, mbamën dhe me rastin e Erion Vilije para vendimit të gjykatës apelit që doli lajmi se ishin dhënë 2 milion euro që ndryshonte vendimi. U përhap lajmi, jam e njëjta dorë. Që mund të jetë nga SPAK-u, mund të jetë nga opozita, janë po prap grup interesi. Janë grupe interesi, ore. Janë po të njëjtët gazetar, janë si thuash, edhe disa gazetar që përdoren po prap për këtë gjë. Ndoshta përdoren pa e ditur më. Me bon sensin e dhënit të informacionit. Ja, do të them dhe unë përgjigjem. Po. Ora, unë e di shumë mirë në sensin se mund ta them dhe më shkoqë, por unë nuk e bëj dot që të them që është kështu. Do të them këndvështrimin në sensin. Patjetër. Tani, në rastin konkret, a duhet, nëse do kishim drejtësi në këtë vend, a duhet ta merreshin të gazetarin të pyesën, vlla, kush janë këta? Kush është ky personi që ka ndërhyrë te gjykata kushtetuese, që ka tentuar të ndryshojë vendimin e gjyqtarëve ose të jo modifikojë, por si thua, të ndikojë? Kush janë antarët e gjykatës kushtetuese që janë takuar me këtë personin? Sepse s'kan kallëzuar këta në organet kompetente që ka pas të lloj influencë, trafik influencësh. Sepse kështu ajo thotë unë nuk e tregoj burimin, ti burimin nuk e tregon. Pra kush ta ka thënë ty se ka qenë ai personi te antarët e gjykatës, po minimalisht do thuash kush është personi që ka takuar ata dhe kush është personi dhe kush janë personat që janë takuar nga ky, sepse ata kanë bërë krim. Nëse ti nuk e ke denoncimin e plotë, sa ky quhet jo sulm, se sulmi është i pakët. Sulmi kanë lloj-lloj formash. Ky është presioni i hapur ndaj organit të drejtësisë. Pra, ajo që ka ndodhur dje, po të shikoj edhe zoti Berisha doli me deklaratë që e ka ndarë gjykata kushtetuese 5-3. Edhe zoti Berisha ka qenë i pari që e ka ditur që nuk është ndarë 5-3. Ajo gjë sepse ka 2-3 ditë që diskutoi se kjo ishte ndarë në 4-4. Kishte pas rezultat tjetër, binde tjetër, po është kthyer sepse kanë marrë ata, sepse çdo gjyqtar i çdo lloj forme, i shkallës parë, apelit, shkallës lartë apo gjykatës kushtetuese nuk ka një detyrim që mos ndryshoj asë qëndrim, më falë, prit. Asë qëndrim. Nëse do të ekzistonte drejtësia, por që ndodhë, Ermal, se ta mbare dhe mendimin e kësaj se prandaj se mi ikën, që ndodhë? Problemi është se tu SPAK-u nuk funksionon kur bëhet krim ndaj antarëve të gjykatës kushtetuese, nuk funksionon kur bëhet krim ndaj qoftë edhe subjektit të tij. Pra, fjala vjen, nëse zonja Balluku mund të ketë pas një akuzë, pavarësisht se ka pas akuzë, mund të ishin antarët e gjykatës kushtetuese mund të ishin pro vendimit për pezullimin e Ballukut. Nëse drejtësia do funksiononte, nëse edhe sikur të kishte pasur influenca që ky ndryshim vendimi do ndodhte qoftë edhe në favor të SPAK-ut, ata duhet të reagonin sepse ka shkelet ligjit, por ne nuk e kemi të standard. Ne kemi standard sa mirë që janë, këta që janë kundra nesh, nuk ka problem, hajde të sulmojmë nga format më të ndryshme, dhe ky është presioni që dilte Dumani e tjetri, Dumani dilte thoshe që po na bëhet shantazh, po i bëhet presion. Jo, nuk i bëhet presion. Këta e ngatrojnë presionin apo sulmin me llogaridhënien. Pra, në moment që ti bën një vendim, bën një procedim, bën një gjyq, për 1, 2, 3, 4, 5, nëse ti ke mangësira në këndvështrimin e medias që ka gjithë drejtën botës për të analizuar sjelljen tënde, qoftë profesionale, etike, gjatë një hetimi apo procedimi për një subjekt caktuar, po edhe për gjyqtarëve, mbasi kanë marrë vendimin, kjo është gjëja më normale në botë, që ndodhet çdo vend. Se nëse s'do flasim fare pastaj se çdo gjë që flasim quhet sulm, pse nuk ka reaguar zoti Dumani dhe zoti Dritan Prençi për rastin e dieshëm? Për ndërhyrjen gjatë gjykatës kushtetuese, kush ishte ai personi që pas ka takuar këta të tre dhe pas ka ndryshuar vendimin? Pse nuk kanë reaguar ata, tregojnë emrat kush janë nga gjyqtarët e kushtetuesës? Po sepse tani
çdo gjë që mund të thonë gazetarët s'mund merret 100% për bazë. Si? Pra, çdo gjë, për shembull ka Po, nëse s'merret për bazë, ai quhet presion ndaj do të merret gazetarja për Po ja, bazë. ka diçka Andri. Po. Neve jetojmë në Shqipëri Po, dhe jetojmë në këtë ambient. po. Dhe ne dim që çdo gazetar mund të ketë linja editoriale të tij dhe pastaj në bazë, Po, në po. linje editoriale, pra Linja editoriale me sulmi ndaj drejtësisë ka le- lidhje jo, fare. jo drejtësisë, po tani më Është dëgjoj presion total më vonë. po më dëgjoj tani ta mbaroj. Në thelb secili prej tyre zgjedh linjat veta. Pastaj ti e zgjedh vet. S'është linja e më Po një sekond ti e zgjedh vet. Por është ajo është reportere, mos Po, zotri. një Nuk është sekond. linjë. Po ja më dëgjoj çfarë do të them. Ti e zgjedh vet mbi Nuk është deklaratat që analiste bën. më shpirt. Po si analiste Elzonja. Ajo s'del si analiste, Si ajo del si analiste. si Si gazetare analiste, jo. kronike, jo si analiste, jo. S'ka Si analizë, s'ka analizë Si që po sulmon. O shpirti im tani po prit. Tani unë them, ore se nuk do dal këtu të ti mbroj del si tani se analizë, nuk po pret atë më, po jo s'po më them se se duket, jo më nuk e kam aty, Ti del po si do analist ishte në mirë ta përgjithësi kishim. sepse thu 2-3 fakte. Ajo mban qëndrim, ajo del si gazetare, nuk del si analiste. Analizë është kur bën një deduksion për çështje caktuar. Çështja që ndron këtu. Unë mendoj që institucionet e drejtësisë në fakt më shumë se sa i ka sulmuar, po them bota e medias, i ka sulmuar më shumë politika. Pra, ti ke gazetar, unë jam dakord që një gazetar është njësoj si të përsëritej në atë kohë fakti që çdo 2 javë thoshte do arrestohet Ilir Meta. Do arrestohet Ilir Meta, pse s'po arrestohet Ilir Meta sot? E di kam informacion, thoshte ai Pash Filxhanin do arrestoj nesër. Kjo është tjetër gjë. Do arrestohet Meta. Për sotin kjo është komplet. Po dhe kjo është që mund të jetë i formë, po është brenda rregullave. Si mund thuash ti, ore Aneri? Po është tjetër gjë Po mbi komplet. çbaz, po të lutem. Ore të lutem, dalu në televizor them, kam informacione do arrestohet Andrej Bala. Opinioni publik humbet besimin ndaj gazetarit. Prit, po. opinioni publik Kaq. humbet besimin ndaj gazetarit që gënjen publikisht dhe nuk e dëgjon më, është kosto personale gazetarit kjo. Po Kurse ti përdor, ore Ilir Orman. Meta në atë kohë. Po thua krim, Orman po thua për krimore. Është bërë krim, kjo gjë që është thënë, është vepër penale. Po tani, ja po të them Si me po një tani? çep, po një sekond. Më thuj 7 gjë. Po të them në këtë sens. Pra, del tani ne s'mund ta orientojmë gjithë të debatu mbi deklaratën e një gazetare dhe pastaj të mi perspektiva. Sepse në thelb, po jo më në thelb të deklarata, ti e ke të deklarata. Si parë që e Po bën, nuk, ajo dhe të tjerë. O Andri, Spaku dhe GKK-ja, institucionet merren me çdo deklaratë, çdo gazetari. Jo deklaratë, është denoncim. Po çdo denoncim të shkojë në SPAK ta bëj në mënyrë me dokument. Ta bëj me dokument, se këtu e di si është puna. Tani dhe politikanët thonë, e tham neve nga ekrani... Normal, janë 3 vepra penale, po ta them. Asnjëri s'rrezikoj gjë nga këta, më se shkon njëri se i kanë bashkëpunëtor. Janë 3 vepra penale. Personi që ka influencuar te antarët e gjykatës kushtetuese. Po, mo, kjo është... Prit, sipas variantit zonjës. Gjykata kushtetuese që ka pranuar personin dhe nëse ka pranuar si për po, si për jo, për po është bashkëpunim, për jo është moskallëzim. Kurse kjo që bën denoncimin quhet presion ndaj organit drejtësisë nëpërmjet shantazhit pa pasur prova. Ti e di që unë respektin e miqësisë tonë po ta komentoj këtë se s'kisha ndërmend ta komentoja. Se më ke fut në një kështu... Po s'mos e komento fare. Jo, më po është një çështje, e di pse, se në Shqipëri ç'a ndodh. Në Shqipëri ka shumë problematika sa ka çdo gazetar jep qëndrime sikur është prokuror. Çdo gazetar ka raste, e kam shpjeguar një nga një filozof çek, që thoshte në vendet postkomuniste mund gjesh gjithçka përveç profesionistëve. Tani, në thelb, unë jam shumë dakord që çdo gazetar mban përgjegjësi publike edhe morale, po duhet mbaj dhe ligjore kur bën deklarata të cilat kanë jo vetëm sensibilitet, por mund të ndikojnë dhe në një proces. Këtu jam dakord. Pastaj ti e vë vetë metrin, por mendoj që SPAK-u nuk ka kohë të merret me gazetarët pa fund që bëjnë deklarata, sepse SPAK-u gjendet përballë një momenti akoma më të vështirë. Po nuk po them të merret SPAK-u, nuk të thash të merret SPAK-u me këtë pjesë, nuk të më. Unë flas të thirr, ore nuk thash pse sumor SPAK-u, pse s'ashtu. Thash tu drejtësia nuk funksionon, qoftë edhe për këtë.
E para njerë ta thash, dhe për rasin Velie që thanë që gjyqtari ka marrë 2 milion euro, do i takonte një gjyqtar me dinjitet, një gjyqtar i GKK-s me dinjitet, gjykatës posaçme, duhet denonconte e para njerë do bënte një kallëzim për median që ka hedhur lajmin. Ani, po nuk kanë, ja të lutem, do të Ç'është them, s'ka kohë, ç'është kjo s'ka kohë. jo më nuk merrem, po nuk merrem, ke biznese në Shqipëri. Po lërë biznese, nuk kemi të biznese, ore është Ore, akuz. si nuk Si është të them unë ty tani në media që ti ke marrë, më fal një sekond. Një sekond. Po pse merr te Haiti, merret te vetë. Ore, do të them, investitor të huaj, një prej problemeve që ka në Shqipëri është media, sepse shikojnë që ti kur klikon çdo biznes Shqipërinë, qofse ai do të vi tablet, ty del këtu. Ore, pse mirë me atë molla, unë se do them ty tani ke marrë 50.000 euro nga Edi Rama, ç'a do bësh ti? Mund. Ha. Do të them, okej, është mendimi jot, Po, si e respektoj, po unë s'do merrem me çdo njeri po që nëse do thotë. dalë për ditë për punën që bën që ai është hajdut dhe Nëse ti del ditë për ditë, po, ja një kështu ka qenë sekond, për të lutem, tani. nëse del ditë për ditë dhe merresh vetëm me mua si Ermal, Po. unë do shikoj gjithë për llogaritjet, do me thënë do gjykoj në Ore ti vetë analizën s'ke, time. nuk e domosdoshmëri ta vesh nderin tënd, moralin tënd ta vesh përpara përgjegjësisë Ani, që po, personin tani e fjalë di që si- shpiv ndaj Ani, te. ta them sinqerisht. Ora, u tani- gjetën 2 milionat e eurove që u dhan gjyqtarit të këtij, çai kishte tani kë? kjo Engel është- Pallumbi. Ore, po, Po ky është presioni more Ermal. Po, ky është presion, Po po pra, ky- po pse s'flet? Po jo pra, sepse spaku. po s'mund merret Po, me ore prit. disi shpun biesh Ore, me çdo çdo spaku- gur që të bie Ore, rrugës, dashur. humbet rrugën. Po jo Morani. më vlla, spaku është dobiç, po them. Sepse kur ankohet për këto tjerat. Për gjërat Bankohet për ata që janë problematika Po si janë thelbësore, problematikë se them unë që ky Po mbasi jo i dha ti, me mora. vendimin. Po një sekond. Po unë me marrë të veta nuk e marrë të tjerët fare. Ta marrë shembull konkret. Nëse unë them që ky vendimi që dhan këta mbasi u dha vendimi, është anapolla për 1 2 3 4 5, nuk ka rëndësi, ky është mendimi imi. Shumë drejt ke më Po, thotë. po, nëse e bëj përpara kësajt, qofse bëj përpara kësajt quhet presion. Dhe ka një nend saktuar aty për atë punë. Dhe nëse e bëj vazhdimisht, pse spaku për shembull nuk flet për këtë lloj presioni? Pse nuk e denoncon qoftë? Pse thot prit tani? Ne na janë bër fakti si e lidh spaku e lidh gjithmonë presionin që vjen nga ana e personave që mbrohen përballë spakut. Asnjëherë për këtë lloj presioni, sepse i vjen përhise vendimeve tyre. Kjo është padrejtësia e parë fare. Unë nuk po them që, nuk po them të merrem me këtë punë tani të kenë në plan këtë gjën kryesore më burr. Por ti kur bankohesh që del po na bëhet ne po kërcënohemi. Ata nuk kërcënohen nga gazetarët o Andri, tani ata kërcënohen, kërcënimet e spakut kanë qenë grupet kriminale politika. Gazetarët cilët ne kemi sa vajtëm këtë muhabet, kemi të patën 4 vite që me spakun merrim nga mëngjes deri në darkë. Ca e mbrojnë, ca e shajnë, ca e mbrojnë. Ka pas deklarata direkte, nuk ka qenë për politik, nuk kanë qenë për e di shumë i qa po më thua më është për të kanë qenë për indiktuar. mediat, po na intimidojnë këta dhe thonë gjithë Çfarë të kam thënë, unë kam thënë është normale që media të kërkojë llogari. Nuk është normale kur media nuk e vendos spaku atë, as po unë as ti. Po unë po them as ka për ta lu kjo puna, kupton? Po pra. Pastaj çdo gazetar mban përgjegjësi publike, morale dhe ligjore. Se kanë fare me gazetarin uaj mund Po jore po them në tërësi mor. Jore do ta kam me spak. Po spaku po spaku nuk do të veprojë. Disi është kjo punë, si i thoshte Berisha që pse nuk arreston këtë aty, po arreston këtë. Po në spaku nuk ecën me regjistraton më. Jo, pra, kjo është tjetër gjë. Okej, po tani pse nuk arreston këtë, po arreston atë? Unë nëse unë flas për standarde ka gjithë drejtën e botës Berisha dhe Rama dhe kushdo tjetër ta thotë që po prit. Mendojnë tani por ti s'ka problem, kjo nuk ka ndikim, se këtu e ndajmë opinioni publik, ka një opinion publik që voton 70%, 67%, 70% pro spakut, që puna që po bën spaku është e mirë, kështu siç po e bën, dhe 30% janë me mendimin e Berishës. Nuk ka rëndësi kjo. Ose janë 30% me mendimin e Ramës. Nuk ka lidhje kjo, nuk po flas për këtë. Nuk është ky diskutimi që kur flitet për standarde. Nuk është ky diskutimi kur po flasim për shembull se si e kanë dhënë një vendim, ku ka pas shkelje kodit procedurës. Këto janë teknikalitete që spaku ka gjithë drejtën e botës ta bëjë si doj, si ta mendoj, derisa një gjykatë më e lartë se këto që kemi këtu të vendosin mirë apo keq, e kanë bërë mirë apo gabim. Siç është gjykata e Strasburgut apo gjykata kushtetuese që s'ka lidhje
Këta të tjerët, po them tjetër gjë më, nuk ka lidhje fare me këtë, se ç'a thot Berisha. Unë nuk jam dakord ç'a thot Berisha, ndoshta ndonjëherë nuk jam dakord edhe me ato që them vet. Nuk ka lidhje kjo, më thon. Nuk po them këtë. Problemi është tjetër kund, që kjo lloj deklarate është e dëmshme për procesin. Dhe pse nuk ndalohet kjo? Pse nuk ndalohen dalja e dokumentave, si shuk janë ndaluar dalja e dokumentave në për studio mediash, që nxirren nga SPAK-u qoftë për të ndihmuar subjektin fjalë, sa ajo nuk është vetëm e keqe për personin që po procedohet nga SPAK. Se dalja e dokumentave e bën çorb muhabetin, qoftë edhe për ta treguar se s'ka asnjë gjë në atë dosje, që ne kemi marrë, po qoftë edhe për ta fajsuar, për t'i bërë gjyq publik, dhe për t'i bërë ato faqet e letrave dosjes për t'i nxjerrë në pazar, a thosë kur janë mall pazari, dhe gjithsekush i jep mendimin e vet, bazuar mbi opinionin e prokurorit në fajsinë e subjektit. Ky është gjyq publik. Këtë kanë tentuar, kanë bërë deri tani. Unë nuk po flas as për këtë fare, më kjo është mendim. Ata e kanë menduar kështu, ca e mendojnë ndryshe, populli e mendon ndryshe, që mirë ua bëjnë këtyre maskarejve, që arrestojnë, dikush e mendon ndryshe. Kjo s'ka të bëjë fare me punën e SPAK-ut. Kjo nuk ndikon. Kjo gjëja që masi ndodh vendimi dhe ti jep një opinion për vendimin, kjo është një idiotësi, thuash, aty pastaj shkel e drejtës fjalës. Nuk ka lidhje kjo për të menduar. Se nuk po flasim të korrigjojmë mendimet apo kontrollojmë mendimet. Unë po flas se ky është presion i hapur. Është presion më burr. Që ky personi po bën presion ndaj organit akuzës. Dhe më parë thash dhe një me artikuj që dolën që gjyqtari Ngert Pllumi ka marrë 2 milionë euro për ndryshuar vendimin dhe ai është presion. Këto në mediat shqiptare është po pse do ta ndaj mediat shqiptare unë këtë? Ti vej këtë prapashtesë shqiptare. Sikur jemi në vendi këtu në vendin tonë që jetojmë, themu se po pse duhet pra? Pse mos ta denoncojmë këtë gjë? Këtë sens po them. Pse do ta themu? Po që shqiptare, këtu në rregull. Kinezërit që ndodhin këtu janë në rregull. Me që jemi shqiptare në fund. Për shkak se drejtësia shqiptare, politikanët shqiptar. Këtë gjë kemi bërë. Tani kjo gjë është krijuar. Ta themi këtë. Ne mund të themi shumë gjëra, po kjo gjë është krijuar. Tani me një lule nuk vjen pranvera. Tani thelbi që po dakord morani, po thelbi qëndron që në këtë kontekst të zhvillimeve këtu ka disa çështje më prioritare dhe ka disa dëme kolaterale që duhet të vinë pas. Dhe në këtë kontekst e gjithë prioriteti që shikoj unë nga jashtë, ata janë për të goditur politikën dhe grupet kriminale. Nuk kanë ata kohë dhe nuk kanë as kapacitete të ndjekin këtë lloj procedure. Kjo është shumë e shëndetshme. Pra, secili prej gazetarëve duhet mbaj përgjegjësi kur thot një deklarat, unë vetë edhe kur them një deklarat, kur dal media... Nëse ai fjalia ishte kështu, tekstualisht, nëse marrin vendim pro Ballukut, do arrestohen. Tani do më lejo se kuptoj shumë mirë çfarë po mësua, por nuk merrem me këtë pjesë, po të them diçka tjetër. Unë edhe kur dal vetë, edhe kur thash për pezullimin e zonjës Balluku, kam thënë, uroj që me informacionet e mia të jem unë i gabuar dhe... Për çfarë? Kur thash që kam informacione që Zoti Rama do të pezulloj, pra... Po su pezulluaj, do pezullohet zonja Balluku, pra do bën një negociat që ata do ta mbrojnë me mandate, por vetë nga pushteti zonja Balluku do pezullohet në asvën kryeministre. Ora Balluku edhe po mos ta pezullonin këta do japi dorëheqjen në një formë apo një tjetër, se s'ka lidhje me... Kështu që në këtë kontekst, pra gjithmonë kur kam thënë diçka që ka pasur me një konotacion të vendimarrjes, kam qenë shumë i kujdesshëm. Mbasaj se çfarë bën secili prej aktorëve, kjo është gjë tjetër. Ajo se çfarë më intereson mua tani dhe të kaloj te kjo pjesa, sepse mendoj që këto në vende si Shqipëria do duhet të përmirësohen, të rregullohen, por është e pamundshme në këto momente. Në këto momente është një betejë që nuk ka ndodhur asnjëherë. Duket sikur institucionet po përplasen, duket sikur ka një betejë qoftë e jeshtur, por edhe publike midis këtij institucioni të drejtësisë dhe klasës politike. Në këtë kontekst, mua tani si Ermal më intereson fakt çfarë do ndodhi dhe si do të veprojë Rama. Pra, vetë Partia Demokratike ka kërkuar me njëherë Komisioni i Mandateve mbledhjet ditën e anë të shqyrtohet kërkesa e SPAK-ut. Ne e dim shumë mirë që çështja SPAK-u pra në kontekst është gjykuar gjithmonë pse nuk çoi një herë arrestin, pse çoi pezullimin,
Pra disa çështje procedurale që unë nuk jam mjaft t'i shpjegoj se është procedurë, fusha juridike dhe unë nuk jam mjaft dhe nuk marr përsipër. Ajo që mua më intereson është si do të veprojë Rama sot e në vazhdim. Pra, ne deri në këto momente kemi parë që kryeministri Rama nuk ka mbajtur akoma një deklaratë publike mbi këtë vendimarrje që kushtetuesja rrëzoi të paktën zotin Rama. Akoma nuk kemi një qëndrim. Po 4-4. Nuk është rrëzim, po nuk është rrëzim, po nuk është pezullimi yri në fuqi. Pezullimi po nuk është rrëzim. Jo, s'ka vendim. Është pa vendim. Pa vendim. Por pezullimi është fuqi. Po. Pra zoti Rama nuk donte. Është pa vendim, more. Pas ka, Rama, nëse kjo pezullon, pra nëse nesër rregullohet vakanca nga 8 gjyqtar në 9 gjyqtar, kushtetuesis nuk ka më 4-4. Pra nuk ka vendim. Nëse pezullon një tjetër spaku nga radhët e kujdo qeverie qoftë, jo vetëm kësaj socialiste, po të vijë qeveri tjetër, do e qënë prapë kushtetuese për të marrë një vendim. Po, për të marrë një vendim. Po, nësë është vendim. Ajo është ngeli, vendimi ngel null. Pra, ja ka lënë topin zotit Rama me komisionin e mandateve. Po, jo, s'ka lidhja, janë dy gjërat ndryshme, po nisëm. Po si do të veproj, se në thelb ç'a ndodh? Janë gjërat të ndryshme, kjo është vetëm për pezullimin. Po, për detyrën. Këshilli mandateve... Ja ka lënë topin Rama, si do veproj Rama? Po, Rama ka qenë i qartë se si do veproj. Po, dakord me, po them ata, Rama ja u la tyre, ata ja lanë Ramës, pra kjo ping-pong po luhet aty. Jo, se kanë lënë Ramës ata. Po ku t'ja lanë? Po se janë lënë Ramës, fare, nuk ka lidhje fare. Rama ka vendim tjetër që nuk lidhet fare me gjykatën kushtetuese, në asnjë lloj cepi që ka të bëjë me spakun. Rama as lidhet as me Ramën njëherë, lidhet me çdo që do jetë në pozitat e Ramës. Por sot është Rama, s'ka rëndësi, qeveria është Ramës. Po nuk lidhet me atë për fare, se s'ka lidhje me mandatin. Rama ka dorë të mandatin, nuk ka dorë pezullimin. A e kupton? Pezullimi kush e ka dorë? Prokuroria e posaçme më e kërkon vetëm. Po e kërkoi pezullimin. Rama kërkoi kompetencat e institucionit dhe i kryetarit shtetit. Ka që funksionon apo jo, ata nuk i thanë që Ramës. Nuk vendosën. Nuk vendosën. Mund ta kenë bërë për të mbajtur gjitha palët. Po, edhe po them në këtë sens. Po kjo është idiotësi. Po dakord Marani, po them në këtë fush ping-pongu, Rama ja hodhi atyre topin, ata ja hodhën Ramës. Ka detyrim ai më ta kërkoj atë. Dakord. Ore nuk po them se ka. Nuk më intereson fare. Po do të interesoj çik sepse në sens. Ai ka të këshilli ministra, po dhe unë atë po të them për të brenda panoramës. Atë po të jap ca detajo. Rama ka detyrim ta kërkojë atë pjesë kompetencave. Dhe gjykata kushtetuese do të vendoste, për shkak të vakancës nuk ka se si vendos. Në çdo rrethant tjetër do të ishte 5-4 minimalisht. Do të ishte një rrethant tjetër. Tani ne kemi pas gjykatë kushtetuese që s'ka pas as 6 antar, që kanë qenë komplet jo funksionale. Në këtë moment topi ka ngelur te komisioni mandateve. A do e mbledhi... Komisioni mandateve ka vetëm një përgjegjësi, a do e japi mandatin e zonjës por nuk ka lidhje me gjykatën kushtetuese. Jo, po s'thash që ka lidhje me gjykatën kushtetuese. Të thash ishte një ping-pong që bëri... Edhe nëse gjykata, më fali dashur, edhe një, edhe nëse gjykata kushtetuese do vendoste pro pezullimit, ishin 5-4 ose 5-3, s'ka rëndësi, edhe në kushtet ku janë sot, ose 8-0 pro pezullimit të spakut, prap topi do i shkote Ramës, sepse Rama duhet vendosja a shkon apo jo në arrest në shtëpi e ose jam shumë dakord. Të shpjegova duke qenë se komisioni mandateve ta bëra në këtë lidhje, nuk ta bëra komisioni mandateve thoshte ne do presim kushtetuesen. Sepse mos gjej si presion. Po, ora ata kanë diskuzion, po them çfarë. Po, mos gjej si presion, po them. Kushtetuesja thoshte, domethënë komisioni mandateve thoshte do presim kushtetuesen. Që mos gjej si presion, nëse ky e mban mandatin, duket si presion që do e marrë me zor. Në thelb do vendoset kur do mblidhet komisioni, që çfarë do bëj Rama. Ti mendon do e japi mandatin apo jo? Unë mendoj që jo. Po atëherë çfarë kom bëjmë diskutim? Mirë, dakord, po ta bëjmë diskutim. Hajde ikim. Jo, bëjmë diskutim pse do e japi. Jo, mos jemi vonë, jemi mirë. Unë mendoj që Rama nuk do ta japi, për shkak se e para është që vetë kryeministri Rama ndër rjesht anëri ka thënë që unë nuk kam për të lëshuar me njeri. Po. E para. E dyta është që Belinda Balluku në optikën time përfaqësonte arkitekturën e pushtetit politik, ekonomik edhe të interesave që ne nuk i shikojmë. Nëse, okay. Dhe kryeministri Rama
besoj unë nuk besoj shumë të shantazhet e zonjës Balluku kundër kryeministrit Rama, apo çfarë mund t'i ketë thënë që do të marrë me vete, unë nuk e besoj këtë gjë. Por besoj, babet e atyre. s'ka rëndësi, unë nuk i besoj. Se s'kemi qenë në dy. Jo, nuk i besoj. Unë kam Ne themi tjetër çana diskurs. thonë, ndoshta prapë ngjelet Por perceptiv. di të them vetëm një diçka që kryeministri Rama nëse lëshon zonjën Balluku, mendoj që do të jetë edhe më i dobët. Dhe në këtë kontekst vetë zoti Rama, pra në logjik politike mendoj unë, do interesonte. Po e lëshoj zonjën Balluku, do jetë më i dobët. Në Po e mbajti, do jetë më i fortë. Jo, këtë do të thosh Andri, në logjik politike lëshimi i zonjës Balluku i jep frymarrje. Jo. Në lëshim në logjikën time politike. Lëshimi i zonjës Balluku do t'i japi frymarrje. Pra nuk do të kishe një krizë ku s'pa kërkon arrestimin dhe ky e mbron me kartonat e mandateve. Po iku kriza. Kriza është aty. Iku, sepse sapo u vendos pezullimi i zonjës. Pezullimi po, por është e mandatet. Ku është? Të mandatet është deputete vetëm. Po mandatet, ata i kërkojnë mandatin tani. Sa ata i thonë ti na prish, zonja na prish provat. Ta shpjegoj edhe çik për ata që na ndjekin me lejen tënde. Tani momentalisht iku varianti i prishjes provave. Sepse s'është më zëvendës kryeministra dhe ministra, si mban dot detyrën. Sepse është pezulluar. E kuptove? Po. Iku mbaroi ky muhabet. Po. Ra prishja e provave. Ra se mund të përsërisi veprën. Po. A kupton? E kuptoj. Të njëjtën si një bajq sa di unë të paktën, besoj se pas vendimit, të njëjtën gjë do bëte nëse do ishte edhe sikur të ishte pro gjykata kushtetuese, të jepte drejt Këshillit Ministrave, zonja do jepte dorëheqjen, sepse kjo nuk i shërben as debatit politik, qof pozit brenda atje në parlament, as debatit politik, qof dhe në media apo kudo, edhe në kafene, nuk ka rëndësi. Pra momentalisht zonja ka ikur nga funksionet e saj. Ka vdek kjo pjesa e funksioneve. Nuk prish më punë, ajo qoftë edhe për debat. Kurse mandati është vetëm për a do e vazhdoj betejën e saj ligjore nga arresti shtëpisë ose arresti me burg, apo do e vazhdoj betejën ligjore si deputete. Kjo është debati. Për ta sqaruar me fillim. Në thelba, tani unë nuk e di çfarë mekanizmi do të përdori SPAK. S'ka një këtë në thelb politikisht tani Rama, përballë kërkesës SPAK do të vendosi një standard. Sepse vetë standardi që ka thënë kryeministri Rama, këtu i bazohet çka ka thënë Rama, ka thënë kush ka punë me drejtësinë, unë e marr edhe e le te drejtësia, nuk e mbaj mbi shpatullat e mia. Po e bëri me Berishën edhe. S'ka rëndësi, nuk... Po me Berishën më e bëri vetëm. Po dakord, ore ishte i veti, e kupton se në një ore tresh në një krapa. Ishte për ironi. Tani ai gjenet përballë sfidës. Vetë zoti Rama ka thënë unë e krijova SPAK-un, unë isha promotori SPAK-ut, se na njëre di si është kjo puna, se puna visim si me jete, aty ku ti krenohesh më shumë, aty pastaj del dhe pika me dobut. E kupton? Dhe kryeministri Rama tani, në qoftë se zgjedh ta mbrojë me mandate zonjën Balluku, i bie narrativa që ky e ka krijuar SPAK-un dhe e donte këtë drejtësi. Sepse mbi premisat mbi atë se ky e ka ideuar. Pra ky ka ditur çka ka ideuar. Po s'ka lidhje, pra nuk bën ajo perspektivë. Po nëse vazhdo në sensin tim bie, se nëse ti thua unë kam krijuar të luftoj pa drejtësinë. Po e luftoj pra. Deri tani gjykata kushtetuese i dha drejt e pezulluar zonja sepse halli i SPAK-ut në logjik që s'ka qenë ai, po ta them po pritem të ta sqaroj që ta kuptosh. Pra halli i SPAK-ut deri tani është që ky zotëria me zonjën do vazhdonte të punonte me tenderat apo me koncesionet etj. Ose do tentonte të prishte provat që s'ka lidhje se ato provat i kanë marrë gjitha se aq tendera janë. Tani, kështu që në këtë koncept zonja nuk ka mundësi më ta bëjë këtë gjë se është pezulluar. Dhe Rama me mandatin as nuk e pengon drejtësinë, as nuk e ndihmon dot. Se këtu ngatrohesh me fjalën sensin që për çfarë ndihmon drejtësinë ose e pengon, nuk e as e pengon as e ndihmon. Procesi do vazhdoj, ç'a ndodh? Problemi qëndron që SPAK-u thoshte tani se SPAK-u thoshte që gjatë kësaj kohe, pra edhe tani që u mor vendimi, zonja ka pasur mundësi të prishi provat. Tani unë nuk e di
se në qoftë se zonja ka qenë... Po ta provojnë më burë, se ndryshon, nuk ka nevojë për këshill mandatet është. Në thelb, nuk ka nevojë për këshill mandatesh, më dëgjoj që më vajta. Po jam ta mbaroj një sekond. Nëse ka zonja në fjalë, zonja, po ta mbaroj një fjalë. Po që ta kuptosh, në sensin çfarë po them, mbarohet gjithë ditën, nuk po them që. Zonja në fjalë nuk është një njeri i zakonshëm. Është një njeri i cili ka pasur interesa dhe mekanizma shumë më herë më të ndërlikuar se çdo aktor tjetër politik. Po, edhe? Dhe në këtë pjesë mund të intimidojë dëshmitarët, ka 100 mekanizma. Po s'ka mërë se bën dot, se janë marrë dëshmit. Tani nuk e bën dot. Po them mbi pretekstin e Spakut se nuk janë mos më fut se s'janë prokurori i Spakut, do të shpjegoj çfarë janë në përgjithë të gjithë më burr ku nuk bën njëri do të lëvizë ata s'po flasin dot për çfarë telefon. Këto janë premisat. Jo pra, kjo është ajo që thot Spaku. Dhe është kot për mendimin tim, sepse janë të gjithë në përgjim, si që apon Velijet, ishe dhe mërë në Hamburg. Ja bëri Spaku, apo ja bën të vetët? Spaku, po qënë si kamë vetët, dhe është kërkes e Spakut. Ore Andrej, po si Spak s'ka është kërkes e Spakut, mërë, nuk ishe kërkes drejtorisë Burgjeve. Po dakord, mor Andrej, po ti e ke parë që këtu ka pas punës policia ka sabotuar. Nuk ka përgjithësi policia Burgjeve. Operacione... Po pra, kjo është gabim, pra se nëse do kishte pas përgjithësi, ti po thua ta sabotoj policia Burgjeve, po sabotoj Spakun. Po mund të sabotojë çdo... Po pse ta sabotojmë? Ore mundet ka ndodhur, thash, ka pasur aksione, janë sabotuar. Ore, Erman, nuk ka sabotim përderisa Erion Velia është përgjithë dhe brenda gjeli. Po marr rastin e Veliajt, Morani, po këtë marrim, këtu e dun, po prit pra. Po të thash më se këtu është. Ore, do të kuptosh peshën e zonjës Balluku, a the pesha kësaj tani? Po pra, nëse ata do kishin këto pretendime, ata do vdisin të gjenin një provë të tillë, që ka ndodhur për treguar në gjykatë se kjo ka ndodhur. Po i kishin një provë ata që po ishe kote idiotësi, llafe me njëri. Po e di unë pra tani se kam e di tani mos ngul këm. Ti thu kishin një, unë e di kush është zonja. O Andri. Ore mos ngul këm për njërën, e kishin një provë, nuk është pra provë, as ajo, nuk është provë. Ata kishin provën sipas perspektivës tyre. As fare sipas perspektivës, ata bile se kanë poshtë shantazh asaj zonjës, sepse do ta dish ti. Dakor, ore nuk më se kjo. Po pritër se unë kam taku 4 njerëz deri tani që kanë qenë subjekte, që kanë folur, masi kanë marrë punë dhe kanë thënë kanë bërë shantazh me muaj të tëra, që dalë them 1, 2, 3, 4, 5 orë. Disa veta e thënë, edhe zonja po dalin ta thonë ç'të them unë. Ore nuk, o zotrim, një sekond. Unë nuk i besoj Spakut për asnjë moment, as politikanëve. Pse? Sepse që ti besoj atyre, valla më duhet mua që kur të bëjnë këta marrjen në pyetje, ta kenë të regjistruar valla, siç e kanë ata. Mjeshtat andej në Amerikë që i marim shembull. Regjistrohet i bisedën, ta shikojmë që ti si bën shantazh, ata shikojmë që s'kërkon ta manipulosh, ta shikojmë që s'kërkon ta intimidosh dhe po, sa mund të fusin në kushtet e presionit psikologjik, mund të fusin çfarë doj. Që është prap një muhabet kote, nuk kanë gjë aty ke për të parë, se do vi dita mor për të gjitha këto, nuk është një gjë që anashkalohet, normal. Nuk është një gjë që do harrohet nesër. Si shtan për Erionin, po tenton të prishi prova se foli me të vllajën për si shkoj gjyqi e këto, ku ishin elementet e prishjes prova? Qa tha? Dikote në këto çështje mua se këto po një sekondë, orë që të prishësh provat, tani gjithë burgu i Durrësit flet në telefon edhe në videokolla, ata burgjeve tjera këto banda kriminale bën porosi për vrasje? Se si kemi bon ne më burr ata. Po si ka Spaku këto po kush i ka? Unë e kam. Teritoria e burgjeve mora. Si ka teritoria e burgjeve? Po ai e kontrollon more. Çfarë thotë more? Një subjekt, po pse ja kërkon për Erionin, nuk e kërkojnë për një të tillë? Një sekondë më fal. Kush e kontrollon më se tani më O zotri, më ke gabim, pra ke gabim. Kam gabim, nuk e kontrollon policia e burgjeve këto. Do ma lesh ta marrë? Ta kuptosh? Dakor. Policia e burgjeve kontrollon hapësirën e burgut. Nëse Spaku ka indicie dhe tenton të gjej një person, një antar i bande kriminale apo një kryetar i bande kriminale që po tenton të bëj krime dhe nga brenda burgut, porosi vrasje apo trafik lëndësh narkotike, në bashkëpunim siç bën me rastin e Velie që përgjoshin dhe në Qeli, mund përgjoni dhe këta apo jo? A mund të ndodhi si ndodhi me Velie me këta të tjerë? Por mund ndodhi. Po pse s'ndodh pra? Po tani pse s'do, po si kërkojmë do llogari ne mo Andri se në thelb po Andri. Po mima tani ma dëgjoj tani pse s'ndodh, sepse po të kam thënë kompetencat e Spakut, pra fuqia infrastrukturore që ka Spaku nuk është kaq e madhe sa ne të kërkojmë nga Spaku shkopin magjik. Ç'është shkopi magjik? Po pse e kërkon te Erioni dhe te Belinda ti shkopin magjik? Po njerëzit këtu
influencat politike janë më të rrezikshme se këta influencat e narkotrafikut dhe kriminale. Po influencat politike i kanë aprovuar to, pse kush i ka aprovuar? Jo, Ty s'ka jenë çat ka treguar që grupe kriminale kanë pasur deputetët e vet. Tani tani si kanë pas deputetët e vet? Po deputetët zgjedhur aty. I kanë zgjedhur këta vet me dorën e vet. Kështu që në këtë pjesë influencat politike janë më të rrezikshme se çdo influencë tjetër. Kështu funksionon piramida. Spaku çfarë po bën? Po drejt zinxhirin para kësaj. Spaku po godet. Më thuaj 7 vjet çka ka gjetur një nga këto? Spaku me të mirat për mandeti. Jo, mos më devijo. Po çfarë po devijo se s'kam nevojë devijo. Çfarë gjeti Spaku? Ska Engro ka bërë hetimet, ka gjetur deputetin e Lezhës që ishte i përfshirë me këto. E gjeti Spaku apo e gjetën... O, Anëri, tani mësë më fillo me këto e gjeti. Ndërkombëtarët sollën përgjimet. Spaku nuk ka në një teknologji ka ishte avancuar sa të bëjnë namin. Ata ja sollën Spakut, besojnë dhe Spaku ja dhanë Spakut. Spaku veproj. Spaku veç që ka bërë atër, mësë më thuj Spaku. Spaku veç që ka bërë nga këto? Në fund ka firmosur çdo arrestim të bam, ka që duhet. Po s'ka bërë asgjë. Po nuk, ore, dakord. Po s'ka bërë pra gjë nga këto, po thëmë. Ka pas një hetim kryesisht, se më përmendë Sky Engro. Sky Engro në sonë ndërkombëtar. Belgu. Çdo o Anëri, çdo hetim ka lidhje me aktorë ndërkombëtar. Jo, nuk e ngatroj, sepse këtu edhe kur atë ke qefti Ormal, një sekond. Po nuk funksionon ashtu. Ormal ti e gazetar, po prit më, po jo ti më se kam aty. Ora ashtu ke qef që e ka lidhje me ndërkombëtarët, po nuk është ashtu. Po nuk e ka mu që më o Anëri, një çështje e tuan Ilir Metën. Po jo më se po e diskutojmë. Se ke gabim si koncept, nuk po them gjë. Që kanë, do ikim gjithë, se ke kohë, për 25 minuta me ikë deri aty. Do karikoj dhe telefonin 1% kam vetën shtëpi, karikoj. Po blie një kështu. Po e kisha, po e harrova. E mbaruam. Në gjykimin tim dhe njerë, sipas produktit të Spakut ose atë që kanë bërë deri tani a kemi qenë tu bashkë për ata të dursit që i bën në arrestimin një muj mrapa, edhe pse i shkon përgjimet e Sky Engros? Në më që ishin këto të troplinit që dole më mrapa? Po, këtu kemi qenë. Po, a e bën një muj mrapa zgjedhjeve? Si operacion. Si operacion, pra mbaru zgjedhjet? Thanë ne koordinua me... Nuk ishte ashtu, po nesë. Po tani kështu thanë ata, tani... E zëm. Ti thua mua, mu them qa thanë ata. E zëm, Dumani aty, Bajrat aty, këto Alibej, ku t'i gjonë qa ishin. Elbasani, Fieri, gjithë janë që e kanë sjellë ndërkombëtarë. Këta, në një sekundë, po një sekundë më se pita shumë e sinqertë. Po s'ta gjë më po. Këta që kanë bërë vetë për një organizatë kriminale, më thua një që e kanë bërë vetë. Anëri, këtë të shpirë, këtë se... Ti po më thua nuk kanë kushte edhe njerëz. Unë të thash infrastruktura në sytë e mi dhe sabotimi, se në këto operacione ka pasur dhe sabotim nga policia. E kam pranuar vetë ata se kam thënë unë. Në thelbë, Anëri, kur ti lidh me ndërkombëtarët. Them dhe diçka të t'jap një hint. Jo. Kur ishte rasti i ndërhyrjes për punën e Sky Engros, që ishin përgjimet e lishme, këto bisedat e lishme, se e ka rrëdzu dhe Spanja, e ka rrëdzu dhe, ku digjon, 2-3 vende tjera, këto të Sky Engros. Po e di. Edhe Franca më duke se. Me sinjal kishte çfarë ishte? Jo sinjali, se sinjali është më rregull. Këto Sky Engros ishin tip aplikacione paguara, që ishin veçanta vetëm për komunikime kështu të enkriptuara, si më thënë që personale gjatë, po ishin shpike që i shpikën po ata për të kapur këta. Dakord jam. Që ishin me pseudonime. Më fal tani, kur patën sinjal se i rrëzonin se kur duan ata punojnë. Prandaj po them, nuk është kështu siç thua ti. Kur patën sinjal të Spakut që në gjykatë kushtetuese po bëhet betejë për të rrëzuar përgjimet Sky Engro, pra përgjimet këto tabulatës po ta qysh Sky Engro që u futën për gjunë antarë gjykatës kushtetuese me vendim të Klodian Brau, se mba mënd. Po, e mbaj mënd. I për gjunë, jo për vendimi ishte marë pro, nuk bëj fjalë për vendimin pro, shi që kam për gjunë, atë për gjunë arsyetimin, dhe në arsyetim, se mund të fusin e një kleçka ty, të arsyetimi, dhe mund ndryshoshin gjithë rrjedhën e... Dhe, ore, shumë mirë kanë bërë, prit. Unë se dia kanë bërë mirë, se më duhet se është e palishme që... Po nuk ka rëndësi më e palishme atë e vendos tjetër kur shumë mirë kanë bërë, po them, që e pas kanë përgjuar. Po mirë, tani, ja dhe me rasin e zonjës, se fshiras dhe zonjës Balluku me këtë tjetër, se përgjonin do të kush për influenconte të vendimi gjykatë kushtetuese dhe nëzirën, prit. Dhe
Kur e kanë mundësinë ta bëjnë për këtë, pse nuk e bëjnë për këto tjerë? Sepse Po për këto presin vetëm me syt nga qielli Anri, ose ka nga prioritete, po të shpjegoj. Kush është prioritet më? Po tani mendoj, Atëherë jemi Republikë Prokurorësh. Ore, mund ta quash ç'a duash ti, mund ta quash ç'a duash, ta jap dorën. Faleminderit shumë. Sa po dhe jemi Republikë Prokurorësh, këta kanë prioritet po këta se kanë prioritete, po normale çdo prokuror, ja, s'kan çdo prioritete. çështje ka prioritet. Nuk kam besoj se ka prioritet. O Anri, ti mund të Nuk e besoj, mendoj se ata marrin çështje të caktuara në dorë. Anri, çështjet kanë prioritet. Një çështje është më e rëndësishme se një çështje tjetër. Patjetër, Dhe në këtë kontekst kanë prioritete. Pra, kryefjala duhet të jetë që kur të kopësitet dosja, të jetë e kopësitur mbi ligjin. Ma të fondet e i parë, çau bë Derdania? Po, ata po presim, dakord jam. Po, dakord jam me ty. Si ishte prioritete? Shumë prioritet Po, është. pse se bëjnë? Por në thelb, Anri, në thelb, po ta them, në SPAK, unë ta kam thënë disa herë dhe i qëndroj prapë, janë disa rryma. Nuk është aty vetëm një rrymë që vepron me dorë të hekurt. Po, mi më mjeku, po. Në këtë kontekst, dhe kur të kthehem, që të them ndërkombëtar, nuk ta them ndërkombëtar, po është një linjë. Edhe mafia, edhe politika, edhe këto kur veprojnë, i kanë shtrirë duart edhe në Europë, edhe në përbot. Këtë fala nga Sula. Bëjt fala. Dhe në këtë kontekst, do të i gjithë zhvillimi dhe i gjithë ngjarja. Prandaj unë e shikoj zhvillime të ndërlidhura, sepse ne nuk kemi një vend izoluar i botës që nuk kemi kramarrje biznesi, kriminal apo politike edhe me botat jashtë. Dhe në Shqipëri, fatmirësisht ose fatkeqësisht, plasen shumë interesa. Qoftë gjeopolitike dhe qoftë kriminale. Jemi një pikë, ashtu si që jemi e parë rëndësishme, ti e mban shumë mirë mend në Maltëzi deri para shumë kohësh, ishte një pikë për mafjen italiane. Pra e ke pasur edhe në filma se nuk këso. Në këtë kontekst, janë gjitha ato rryma, qoftë agjenturave, qoftë zhvillimeve politike që plasen në këtë vendin tonë të vogël. Dhe atë se çfarë ne duam brenda ditës, unë mendoj gjithmonë, e kam thënë gjithmonë, se cili prej nesh mund të kritikoj SPAK-un, se cili prej nesh mund të thot edhe të kur si pëlqen SPAK-u, jam shumë kundër gjuhës së shantazhit, jam shumë kundër gjuhës së gjobvënies, por e kam thënë, me këtë është për çështje interesash, jo në kontekst, e kam në kontekst, por ta them, ky presion nuk është shantazh, as shantazh, ky presion. Ky proces, Anri, ky proces do të ketë dëme kolaterale, duam ne, s'duam ne. Ore, pse investohet SPAK-u dhe pyetja fundi, pse investohet SPAK-u me këta si e thënë tyre, arlekinët të bëjnë presion Anri bala. Pse do ikesh? Jo, ore, pse investohet SPAK-u të bëjë presion me arlekinët? Shko, Anri. Dhe nuk investohet me podrejtësi. Në thelb, tani, këtu do t'jap një bisedë tek Doktor Sula më thot Sula, një më thot sekond, do t'jap vetëm diçka. Unë jam i vetmi, se tani po filloj po flas për vetëm gjasi budalla. Unë kam një qasje pro SPAK-ut. Flasësh me vetë shëndetshme. Jo, jo, kam një qasje pro SPAK-ut. Sti unë këtë përdona njërë SPAK-u. Dalje dhe flas qa dua, si dua. Si jeti si ata abur. Po dakord më po ta bëj si diskurs. Po pse se kam bërë atë punë? Po dale mor ta bëj si diskurs. Ore unë se kam bërë atë punë. Pastaj, çështja që ndron. Ore unë se kam bërë atë punë. Anri, pastaj ka individ të cilët duan protagonizëm. Dhe nuk e di, por në fund të ditës SPAK-u mund të jetë dhe një kompani PR-i në sens në këtë luftë të madhe. Por nuk funksion. Dakord jam, po tani do ta them ashtu si e mendoj. Falenderojmë Geti Hoxhën që të na dha një mundësi për të rregulluar mikrofonin që nuk dëgjohemi. Sklavi shqiptar shkojnë gjykata kushtetuese dhe kaubojsat shqiptar, kush i ndalon kaubojsat në Shqipëri. Drita thot jam me Anrin, Elagu se Lagu, Alibaba me 40 ajdut, vazhdon të tallet me këtë dele popull dhe mbetet po Alibab, shkruan Arben Prifti. Gazmen Troci thot pjesë se SPAK-u e ka më shumë se gjysmën e parlamentit në tim sekret. Sinjali është në rregull, mirë Anrin të fala Geri Praga dhe Ermali ka të drejtë, thot prap Geri Praga. Pa paka shumë kemi drejtë momentet saktuara, ta mbyllim që e di që ke angazhimet e tua. Me ty s'merresh vesh me ty, unë çat bëjt kam shok se unë me ty do isha grir. Po, nuk zihem unë me ty, çfarë tani? Çfarë them unë shkëtit? Çojmë këtu. Po për zotin, po jo, unë edhe për emisione të tjera s'duhet dal me ty, se unë kam shok e kod sa bëj debat me ty, po s'bëj unë debat me ty. Jo, shumë bëj debat, më po thesh diskutimesh, debati është po që ti të ndërpret 28 me shpirtin. Të dashur miq, subscribe, regjistroni, shpërndani në diasporë dhe nga unë dhe Anri. Mirupafshim.